Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të flasim ditën e sotme për turizmin, se si performoi përgjatë vitit 2025, problematikat që mund të jenë hasur, pra mund të jenë evidentuar, por edhe mësimet që duhet të nxjerrim nga viti i kaluar në mënyrë që të mos i përsërisim le të themi përgjatë vitit 2026. Pra çfarë duhet të përmirësojmë edhe sa i takon ofertës tonë turistike në mënyrë që kjo të përkthehet, pse jo, në rritje ekonomike, që është edhe synimi. Kam kënaqësinë që të kem në studio zotin Luan Dervisha, ekspert për turizmin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Si edhe Leonard Mançi, po ashtu ekspert për turizmin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Unë dua të ndalem pak tek shifrat. Nuk janë gjithçka, megjithatë janë një tregues. Fakti që janë arktuar, pra i ka sjell ekonomisë shqiptare për vitin që shkoi, për 2025, 4.4 miliard euro të ardhura, dhe një numër turistësh që shkon në rreth 12.6 milion. I përmbushi 2025-a pritshmëritë të paktën në nivel shifrash? Tendencialisht ne nuk mund të flasim ndryshe pa ju referuar të dhënave statistikore zyrtare që ofroni stati. Përsa i përket statistikës parë, shifra me siguri që e ka kapur atë numër, por tek pjesa jam skeptik një çik tek pjesa e numrit të turistëve që realisht kanë qenë për 2025-ën. Pse e them këtë? Sepse bën shumë statistika, bën shumë studime mbi edhe fenomenin shqiptar të turizmit, por të dhënat janë ndryshe dhe diçka, domethënë më pak se ai numër, sepse ne të gjithë e shikojmë. Sigurisht duke u referuar pjesës të 2-3 viteve përpara, pra ai bumi i rritjes fiktive të çmimeve ka dhe pasojat e veta, të cilat neve po i përjetojmë. Edhe ende sot e kësaj dite, kështu që turizmi nuk mund të ketë një rritje progresive nga viti në vit me nga 2.5 milion më tepër, ashtu siç jepen statistikat, por gjithmonë duhet të patur shumë kujdes në komunikimin ose në opinionet mbi dhe statistikat mbi të hyrjet e turistëve, pra. Pikpamja statistikore është shumë e rëndësishme. Edhe nëse kemi shifra, e rëndësishme është që këto shifrat të lexohen siç duhet. Të hidhen, pra është një data entry, është hedhje të dhënash, e cila duhet të jetë e mirë ponderuar, pra nuk duhet t'i bëjmë qefin vetës, pasi realiteti nuk është ky, domethënë, thjesht duhet patur shumë kujdes për llogaritjen domethënë e numrave real. Të ndajmë turistin nga ai që mund të jetë vizitorin, nga vizitorin, nga ai që rikthehet, ai që udhton me dy shtetësi, mos ta përllogarisim dhe atë si turist e kështu me radhë. Pra, këto janë vëmendjet kryesore që neve duhet i hedhim në këtë pjesë. Pra një lloj distilimi, le themi, i këtyre treguesve, i këtyre të dhënave. Megjithatë, e gënjejmë veten nëse mendojmë që fakti që kemi viti tret paktën që përballemi me këtë numër turistësh dhe me këtë nivel të ardhurash, nëse themi që jemi në rrugë të mbar për ato që mund të jetë qëllimi final drejt një turizmi të qëndrueshëm? Unë besoj se të dhënat e pa analizuar dhe po komunikuar sot nuk ndihmojnë kënd. Dhe domthonë edhe për ne që jemi në profesionin e ekspertizës të turizmit, të dhënat zyrtare dhe të instatit janë si të shkosh në një dyqan bëje vetë. Pra duhet t'i mërsh edhe t'i përpunosh, por ashtu siç janë edhe ashtu siç komunikohen publiku, domthonë nuk ndihmojnë kënd. Arsyeja është që normalisht ne kemi sistemi statistikave bazohet në bazë një metodologjie të Eurostatit, por terminologjitë që kanë lidhje me turizmin dhe mos përpunimi i mjaftueshëm japin rezultate jo të qarta dhe jo të sakta. Atëherë, në terminologji të turizmit ka 3 kategori ato që ne vazhdojmë i qarkullojmë: udhëtar, vizitor edhe turist. Udhëtar janë kushdo që hin kufi, pavarësisht nga arsyeja. Vizitorët janë ato që hynë për qëllime jo punësimi dhe ku futen edhe ekskursionistat ditor dhe turistat, të cilët janë ato që flenë paktën një natë. Ne në të gjithë statistikat që i referohemi statit kryesisht jepet vetëm
Domthon, pavarësisht se aty jepen, po komunikohen, pra ato që janë shifrat më kryesore, të cilat pastaj merren nga media dhe pastaj domthon vazhdohet i kalohet publikut, janë ato që janë kush hyn kufi. Kurse pjesa tjetër do gërmohet se kush është turisti real. Pra ne faktikisht ajo çfarë ne referohemi 12 milion janë të gjitha ato që kanë hyrë kufi, por duke pas parasysh se ti ke 600.000 ose 700.000 tranzit, të cilët nuk llogariten tek pjesa vizitorëve, vizitor real, ku futen edhe ato që janë ditor dhe janë të pa numërum, janë nën 12 milion. Kurse sipas Instatit, nëse del te kapitulli tjetër ato që quhen turista, që do të thotë kush ka fjet paktën një natë me statistika zyrtare janë 3.5 milion. Tani këtu ka një diferencë të madhe nga 3.5 te 12. Fakti është i tillë që meqense nuk janë të regjistruar me apartamentet dhe gjithë stoku i akomodimit të qerava fatshkurta, kjo shifër nuk i korrespondon 3 milionë gjysmë, nuk i korrespondon realitetit. Në bazë të analizave që kanë bërë edhe ekspertat gjatë punimit strategjisë turizmit, vlerësohet që apartamentet, domthonë dhe të gjithë këto akomodime të ngjashme, pavarësisht se kanë një kapacitet 2 fish më të madh se kapaciteti i hoteleve, por kanë një përqindje më të ulët shfrytëzimi, absorbojnë pothuajse të njëjtin volum si të turistave. Pra, domthonë mund ta marrim nga statistikat e vitit 2025 që rreth 3.2 milion janë mërritjet në hotele, kemi rreth 7 milion që kanë mërrit në hotele. Diferenca nga 7 te 11 ose 12 mund kemi. Tani, si është e mundur që ne edhe pas 2 vitesh, 3 vitesh që përballemi me këto fluks, e kemi kaq të vështirë që ta bëjmë këtë ndarjen. Pra, pse jemi sot duke bërë të njëjtin diskutim që kemi bërë edhe në krye të herës, pra kur u përballëm me këtë rritje të numrit të turistëve. Kaq e vështirë është që të realizohet një gjë e tillë, apo ne duam të gënjejmë veten dhe të mos e shohim, le të themi, të vërtetën në sy në këtë drejtim. Pra, sepse është i treti vit që sërish bijem në kurthin e shifrave për të parë dhe për të kuptuar se sa turist kanë qenë apo kanë ardhur në Shqipëri për të shfrytzuar ofertën turistike të vendit. Ku qëndron absurditeti? Në gjykimin tim është fakti që 3 vjet e këtej, pra ne propagandojmë dhe themi gjithmonë që turistët shtohen. Ndërkohë që kemi 3 vite disi më shumë që nuk bëhen panajire të turizmit. Dhe përsa kohë ti nuk je aty për të promovuar dhe për të çuar operatorët e sektorit të cilët duhet jenë, sepse është protokoll. Pra në sistemin botror të turizmit është aty tregu, markata ku bashkohen të ngjashmit profesionistët, cilët marrin, japin, shesin, blejnë dhe organizojnë flukse të caktuara të personave të cilët vinë për qëllime turizmi, si outgoing ashtu dhe incoming rastin e Shqipërisë. Kështu që në një mungesë të teksuar që prej 3 vitesh në pjesëmarrjet panajireve, ashtu siç ka qenë dhe qysh herët tradita e pjesëmarrjes panajireve, unë përsëris që ka qenë protokoll, është protokoll, do të mbetet sërish protokoll, sepse është një manual i cili ta kërkon vetë menaxhimi dhe përpunimi i flukseve të personave. Kështu që ti në panajire updatohesh, në panajire merr risit, i implementon pra aty ku je në punën tënde, por nga ana tjetër u shikoj që numrat rriten, ndërkohë që pjesëmarrja në panajire është e zvogluar. U shikoj vetëm që në 2026-ën hapet, pjesëmarrja e Shqipërisë në Fitur, në Spanjë, dhe kjo është një shenjë mirë, po unë shpresoj gjithmonë që ti rikthehemi. Ka një arsye pse kemi hequr dorë, le të themi, nga panajiret, nuk i shohim. Nuk e di pse, nuk i hyj kësaj pjese, por sidoqoftë kush ka patur vendimmarrje për mos pjesëmarrjen panajire, themi që ky është një gabim trashanik dhe një mungesë aftësie nga ana e institucioneve, domethënë që nuk e kanë, si thua, vazhduar traditën ose jo traditën, por protokollin e pjesëmarrjes në panajire. Ndërkohë sa e rëndësishme është? Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme pjesëmarrja, sepse nëse kapacitet akomoduese. Edhe kjo aktualisht bëhet nga në mënyrë të pavarur.
Së shumti pjesëmarrja në panajire bëhet më tepër nga operatorët privat. Pra, të cilat me iniciativat private shkojnë dhe bëjnë atë çfarë duhet bëjnë sepse e shikojnë si të arsyeshme që të respektohet protokolli. Por nga ana tjetër, struktura e shtetit duhet jetë patjetër e pranishme panajire, sepse ti ke një qasje zyrtare dhe serioze për të paraqitur dëshirën, vullnetin dhe për të treguar që kjo industri ka marrë revansh në vendin ku je, nga vendi ku vjen. Kështu që të dyja së bashku, sektori privat me sektorin shtetëror, duhet bëjnë ç'është e mundur që pjesëmarrja në panajire të shërbej prurjeve, sepse përkthehet në ekonomi, anës promocionale dhe kështu me radhë. Kështu që ose më saktë, mos pajtimi im është tek pjesa, qëndron tek pjesa që ne kemi rritje të vazhdueshëm të turistëve dhe nga ana tjetër pjesëmarrja në panajire është pothuajse e zero. Domethënë, me përjashtim të Berlinit, të Londrës dhe ndoshta Fiturit, nuk kemi parë një pjesëmarrje ose vazhdimsi e traditës që ka qenë më përpara, që Shqipëria minimalisht në vit bënte 6 deri në 9 panajire në vit të organizuara nga strukturat shtetërore. Mirë, nuk jam parë më të si frydhënëse, se s'ka nevojë më, ja kemi arritur të paktën. Po, ndoshta është menduar që ne edhe pa panajire na vim vetë, domethënë, e kështu që nuk kemi nevojë. Për te ironisë në këtë rast, të kuptojmë pak se si edhe krahas këtyre treguesve, pra shifrave, qoftë në raport me të ardhurat edhe qoftë në raport me numrin e vizitorëve. Në vetvete, ne si performuam për gjatë 2025. Pra çfarë boshllëqesh, problemesh janë sot ende të mbartura edhe të pazgjidhura? Për ta përfunduar ndoshta pjesën e statistikave, sepse unë përmenda 3 kategori, domthonë në ato raportime zyrtare ka një diferencë edhe tek përqindja e rritjes. Pra përqindja reale atyre që mund të jenë vizitor dhe turista e rritjes për vitin 2025 është 4.8. Kurse atyre që kanë hinë kufi, pavarësisht nga qëllimi, edhe domthonë këto që janë tranzit, ka shku te 7. Janë shifra që nuk mund të neglizhohen diferencat. Pra, ajo se çfarë raportohet, jemi te diku 6.2%. Realia me ato shifra është 4.8. 6.6. Pra, realia është 4.8, sepse 6.6 ti ke pas rritjen atyne që janë tranzit dhe tranziti nuk duhet llogaritet as tek pjesa e të ardhurave, as tek të tjerat. Pra, normalisht ajo duhet përjashtohet nga komunikimi, nga pjesa e instatit. 4.8 është një mesatare botërore në atë nivel, pra tek 4 deri në 5 është mesatare botërore, por ne një vit më përpara kemi pasur 16 dhe 2 vite më përpara kemi pasur 33. Për një destinacion. Pra, nëse lexojmë dhe shohim në harkun e 3 viteve, duket sigur kemi bërë regres. Rritja është ngadalsu. Rritje e ngadalsume. Gjithmonë me 2 vitet e për një destinacion që pretendon të jetë i ri në treg, trendi i rritjes në përgjithësi është më madhe se mesatarja. Pra mesatarja është ato që janë të maturum si destinacion. Dhe këtu pastaj do na duhet të thellohemi. Nëse do kapim 2-3 bloqe kryesore të tregjeve, mund të themi që 2 tregje shumë të rëndësishme të viteve të fundit, Italia dhe Polonia. Polonia ka rënje, Italia pothuajse vend numër 1. Ndërkohë, lajmi tjetër i mirë është që 2 vende jashtëzakonisht rëndësishme si tregje, siç janë Gjermania dhe Franca, kanë pas një rritje 20%. Paktën Franca më tepër se sa Gjermania, por dëmon tek 20%. Edhe si shpjegohet kjo? Edhe Hollanda. Atëherë, pikërisht këto nuk mund të merremi vetëm me shifrat, nëse nuk do thellohemi. Pra, disa tregje, nëse mund ta quajmë, mund konsiderohen ose maturuar ose nuk entuziazmi ka rënë. Në disa tregje tjera që këtë mund ta shohim të shprehur në Poloni dhe në Itali, Polonia që ka rënje dhe Italia që ka stagnacion. Dhe në këto dyja që kanë edhe volum të madh, dhe ndoshta kemi qenë të pa eksploruar ashtu siç duhet, kanë qenë në momentin e 2-3 viteve të fundit në atë pjesën e entuziazmit, nëse mund ta quajmë. Por nëse do dalim total, kemi pjesën tjetër edhe të Kosovës që pothuajse vend numër 1,
statistikat janë Edhe për shkak pasakta. të liberalizimit të vizave. Po, por statistikat janë pasakta sepse nuk numërohen pasaportat në kufi dhe është më tepër me numërim domthon kështu, domthon vizual, nëse mund ta quajmë. Pra edhe aty domthon mund të ketë domthon problematik në analizë. Pra domthon tregu, domthon pra nuk mund ta quajmë në konsolidim. Dhe aq më tepër që domthon bëhet fjalë që ne kemi rritje nga tregje që domthon tregu jo shqiptar, pra jo Kosovë, jo diasporë dhe pjesa jo shqiptare, që ne mund ta quajmë që ky konfrontim është i ri dhe nuk kemi kriju eksperiencë mjaftueshme në të gjitha të rritjen e bizneseve që kanë ofruar shërbime. Nuk duhet parë negativisht. Jo, nuk duhet parë negativisht, por këtu dalim te ajo që ne nuk është se jemi mësuar, që do të thotë nuk e kemi domthon analizën e sjelljes së tregut. Nëse kënaqen ose jo, nuk është nxjerrë ai cikli. Pra nuk dim perceptimin e atyre që mund vinë. Nuk është cikli i mjaftueshëm në shumicën e bizneseve. Pra gjithë këto fenomene të rritjes së çmimeve. Pra domthon bëhet fjalë pra për domthon biznese, operator, qoftë edhe apartamente apo edhe hotele të pamësuar domthon se si duhet vepruar me politikën e çmimeve. Pra bëhet fjalë për eksperiencë. Pra ballafaqimi me këtë treg ndërkombëtar jo shqiptar është relativisht i ri dhe domthon eksperjenca nuk është akoma e konsoliduar. Që do të thotë problematikat nëse nuk analizohen qartë, domthon e ardhmja mund të jetë me fluktuacione. Fluktuacionet janë të dëmshme në kuptimin ose mos parashikueshmëria. Që do të mund sjell turbulenca, le të themi, në kuptimin e pra nga një anë, nëse ne kemi një informacion që mund të jetë i pa analizuar dhe domthon në perceptim publik domthon një bumi turistik, ku edhe bizneset të reja të tjera domthon vazhdojnë të turren të fillojnë operimin në kategorinë e hoteleve dhe në kategorinë e domthon qerave afatshkurt. Ndërkohë që tregu mund të ketë sjellje ose ndryshim të sjelljes, rendimenti i fitimit i bizneseve apo i operatorëve mund të jetë domthon me oscilacione edhe në zona dhe në segmente të ndryshme. Dhe këtu tani ja vlen që pikërisht e nisme statistikat, pse është e rëndësishme që të analizohen dhe të orientohen çdo lloj vendimarrje qoftë nga pikpamja e investimit në lidhje me trendet edhe këto të tjera. Nëse do dalim te tregu ajo se çfarë kanë dalë te problematikat që u përmend, atëherë kemi dy kategori problematikash, kategori të mjedisit përgjithshëm dhe kategori të shërbimeve. Te mjedisi përgjithshëm, sidomos edhe nga tur operatorët, sepse domthon bizneset vizitorët individual e kanë ndoshta komunikimin individual me bizneset dhe atë shqetësimin e shprehin më të qartë nëpërmjet tur operatorëve që sjellin grupe. Dhe te tur operatorët që sjellin grupe, të gjithë problemet e infrastrukturës së përgjithshme, zhurmat, trafiku, mbeturinat janë 3-4 kategori që domthon kanë qenë kritike për një kategori për sa i përket domthon një pjesë të turistave. Dhe ndoshta ne nuk e kuptojmë në atë sinxhirin domthon se si funksionon sinxhiri i turizmit që dikush një biznes e ka kryer detyrën e vet, por është ndikuar në performancën edhe në vlerësimin e klientëve nga ambienti rrethues. Pra zhurma e në një godinë tjetër ndikon tek një biznes turizmit dhe kthimi i turistave ose jo domthon është i lidhur me ambientin. Pjesa e dytë pastaj domthon ka të bëjë me pjesën e shërbimeve ku ne në përgjithësi kemi diskutuar që kemi domthon duke pasur migracion të fuqisë punëtore, jemi munduar ta plotësojmë me fuqi punëtore domthon nga jashtë. Eksperienca gjithsesi në të dy variantet, domthon si të merrsh fuqi punëtore nga jashtë, si të trajnosh nga fillimi domthon të ri në tregun vendas, do të thotë që edhe eksperienca është e pa konsoliduar edhe në biznese. Dhe performancat edhe këtu domthon kanë qenë me, domthon nëse mund ta quajmë me ngjyra, pra ti s'mundesh ta marrësh të gjithë performancën e turizmit vetëm në një dimension, që do të thotë kemi biznese dhe destinacione që mund të kenë performu, apo dhe produkte turistike, por edhe pjesa tjetër ka domthon mund të ketë çdo. E fundit shihet ajo se çfarë ka ndodhur në 5 vitet e fundit dhe kjo tani do e lidhi pak me pjesën e marketingut. Rritja më e madhe ka ndodhur në kategorinë e turizm masiv, të cilë kanë ardhur të ndikuar kryesisht nëpërmjet informacionit që vjen nga rrjetet sociale, pra nga ai që quhet marketingu i përgjithshëm. Dhe kjo kategori ka pas një sjellje, domthon që është ajo e turizmit pak më sipërfaqësor, që domthon ti
duhet shkosh dhe të jesh prezent dhe të shikosh disa destinacione me koston më të ulët, pra duke mundu me vizitu sa më shumë destinacione. Është një mënyrë shpejt, por ka edhe kjo letimi Kjo pjesë ka të reguar që në disa destinacione, të paktën kemi parë reagimet e bizneseve, për shembull Gjirokastër, që ishin të pakënaqur bizneset, domethënë me këtë ndoshta modalitetin e ri të sjelljes që rrin disa orë dhe pastaj shkojnë me fjet ose me shpenzu diku tjetër. Pra ti mund të kesh fluks në një destinacion, po qarkullimi ekonomik në destinacion nuk është i mjaftueshëm ose siç bizneset kanë planifikuar. Pra kemi dy tablot, mund të kesh fluks, por nuk ke qarkullim ekonomik, dhe ndoshta ky segment është ai më kritiku. Tani dalim tek marketingu. Prandaj duhet të jemi pikërisht të qartë se çfarë duam. Dhe domthon panajiret duam masivitet apo duam që kjo të na përkthehet te shumëtarët, se në fund ditës ky duhet të jetë qëllimi. Panajiret janë një pjesë e instrumentit. Gjithmonë shkak pasojë, Panajiret janë pjesë aty në instrumentave të targetuar për tregje të caktuara dhe për klient caktuar. Kryesisht për tur operatorët e bajnë këtë ndërmjetësim. Pra, midis dy strategjive, ajo që quhet paktën se përdoren këto fjalë shotgun edhe push, pra gjujtje me çifte në tona drejtimet, është ai marketingu që s'ka nevojë për panajer. Pra, nëpër media sociale, nëpër media e kanë marrë vesh. Pra, ju mendoni që ne po bëjmë një marketing agresiv në të gjitha format, që s'kemi nevojë të shkojmë në panajire? Jo, ky lloj metode tani ka nevojë të sillet në vëmendje ky marketingu i targetuar. Pra, edhe këto segmente që mund të kenë potencial për të eksploruar Shqipërinë dhe për të ndajë më gjatë dhe për shpenzuar më gjatë, pra pak më, ai që quhet turizëm pak më i ngadalt se sa ky varianti që përmendme, ky ka nevojë për targetim nëpërmjet shumë instrumenteve marketingut dhe nuk është e mjaftueshme pjesa e rrjeteve sociale. Pra pjesa e rrjeteve sociale edhe informacionit përgjithshëm mbulon pikërisht këtë turizmin masiv. Ajo mund të ketë, le të themi, një penetrim më të shpejtë dhe akseson grup mosha, por ka rrisjet e veta sepse ky informacion i dal prej rrjeteve sociale jo gjithmonë është i mirëqen, jo gjithmonë është i vërtet. Megjithatë, do ta vëmë bisedën edhe në pjesën tjetër, do të na duhet të shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish.